Rama tallet me Saliun kurse Saliu dihet që është në hall, sepse është në SPAK me akuzë për korrupsion. Dhe akuzën nuk e ka të lehtë. E keni parë Saliun që nuk flet më fare për SPAK-un, se e ka shpresën tek veglat e tij që mendohet se i ka ende në SPAK. Po këto vegla kanë fuqi nëse janë vërtetësi edhe vargu i korrupsionit Sali? Jo, asgjë nuk bëjnë dot jashtë ligjit në SPAK, se janë të detyruar të respektojnë ligjin nga që tani kanë ardhur në SPAK edhe ekspertët ndërkombëtar një lloj si edhe disa muaj më parë. Domethënë që pritet sigurisht drejtësi në SPAK për këtë rast, po Saliua mund të marrë pafajësi. Për këtë nuk e di se çfarë të them, sepse ai është në një proces penal dhe unë nuk i njoh provat. Kurse tani që do të filloj procesi në fakt, sigurisht që do të njihemi saktësisht me provat dhe do ta shoh profesionalisht edhe procesin. Gjithsesi duhet të theksojmë se përderisa u rikthyen ekspertët ndërkombëtar në SPAK, kuptohet se edhe elita ndërkombëtare që po mbështet Shqipërinë do të qëndrojë devizës që ka thënë edhe ish presidenti Biden kur u shpreh ne do ta shlirojmë Shqipërinë nga korrupsioni. Ja, kjo është gjendja, por ata që po merren me historinë aktuale dhe politike të Shqipërisë kuptohet se janë në SPAK dhe sigurisht që SPAK do të vijojë të jap drejtësi ashtu siç ka funksionuar deri tani që nga krimi kushtetues i tij si një gjykatë e posaçme. Dhe për faktin që politika amerikane u rikthye sërish në aktivitetin pro-shqiptar për ndihmë juridike në SPAK, sigurisht që besimit e vlera e SPAK-ut si një pushtet gjyqësor i drejtë dhe profesional do të vijojë të reflektojë në opinionin publik të Shqipërisë dhe duhet kuptohemi drejt, nëse ndërkombëtarisht nuk do të kishte filluar reforma në drejtësi në Shqipëri, shoqëria shqiptare do të shkonte drejt një shpërndarjeje të thellë. Por tani që SPAK po vijon punën sërish me ndihmën e ekspertizës ndërkombëtare, tregon që korrupsioni i lartë shqiptar i ka ditët e numëruara në Shqipëri. Dhe na duhet të theksojmë gjithashtu se Shqipëria vijon të jetë sërish një interes i madh i politikës amerikane dhe ne duhet jemi të qartë se sa më i madh të jetë konflikti politik midis SBA-ve dhe Rusisë, aq më e madhe do të jetë nevoja historike e Amerikës për të pasur një partnership të fortë me Shqipërinë dhe politikën shqiptare.